Përshëndetje dhe mirë se vini në këtë episod të ri të podcastit Shnet me Eridën. Pas disa episodesh ku ne kemi folur realisht për tema të ndryshme që na prekin apo tema për të cilat shpeshherë ne kur vendosim veten si pacient ndihemi në siklet, ajo çfarë quhet në gjuhën e popullit, sot do të diskutojmë për tema shumë të veçanta të cilat gratë përgjithsisht e kanë të vështirë të diskutojnë dhe ju duket sikur vetëm ato i përjetojnë, që nga menstruacionet tek fertiliteti, shtatzania dhe tek menopauza që është një pjesë kryesore e jetës tyre, të gjitha ne në një moment të caktuar ndjejmë që duhet flasim më dikë. Po pse kemi kaq të vështirë të drejtohemi tek profesionistët shëndetësor për të folur për këto tema që kanë të bëjnë me shëndetin e gruas? Për të diskutuar pak më gjerë të gjitha këto tema që prekin jo vetëm shëndetin, por dhe jetën tonë sociale dhe atë familjare, kam kënaqësinë të kem të ftuar një ginekolog i cili është i njohur në mbar vendet shqipfolse, doktor Dërgut Aliu. Doktor, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi t'ju kemi sot këtu. Para se ta nis bisedën me pjesën pak më shkencore ose edukative të pacientëve, do kisha dëshirë që të na tregonit diçka për veten tuaj, për ata që ju shohin ose ju dëgjojnë për herën e parë dhe a ka diçka që e bën sfidë punën tuaj të përditshme, diçka që juve ju ka mbetur? Po kështu, unë ginekolog jam që 32 vite, 34 vite. 34 vite jam ginekolog. Përndryshe në pronari i Spitalit Lindja në Prishtinë jam prej vitit 1996. Do me thonë, vitin e ardhshëm i bëj 30 vjetorin e spitalit private, llogaritën dhe spitalet e para private në Kosovë. Funksionojmë, do me thonë, ma tepër është spital për ginekologji dhe pediatri, jo për diçka profesione tjera. Përndryshe punoj edhe në Shqipëri, në klinikën New Life, në Durrës, edhe aty dikun rreth 10 viteve jam që punoj në Durrës. Atje jam çdo javë të shtundeve atje. Prandaj jo më kot, në vitin 2022, nga informacionet që unë kam, ju keni marrë edhe një dekorat nga presidenti i Shqipërisë në atë kohë me urdhrin Nën Tereza për kontributin e dhënë në shëndetësi. Çka ka shënjuar kjo në jetën profesionale dhe atë personale? Po, presidenti i Shqipërisë në atë kohë, Ilir Meta, më ka dekoru me dekoratën e Nën Terezës për kontributin profesional dhe kontributin gjatë lutës në Kosovë dhe në Lugin Preshevës, do me thonë, dhe për kontributin profesional në ginekologji edhe pas këtire ngjarjeve pastaj. Doktor, prandaj thash që jo më kot jeni një nga mjekët që keni kontribuar më shumti në pjesën e të gjithë vendeve shqipfolse, sepse nuk ka kufi. Jemi shumë afër për të diskutuar dhe për të kontribuar. Pra humanizmi juaj është përblyer në një farë mënyre. Në jetën e përditshme, nga puna që keni me pacientët, ka ndonjë sfidë që ju përgjithsisht e te i kaloni lehtë ose diçka që juve ju prek më shumti? Ta them të drejtën, ajo përvoja ime 34 vjeçare e krijon një farë lehtësimi shpirtëror edhe gjatë punës, edhe të ato rastet që janë pak më të komplikuara, se në fakt ginekologjia, sidomos obstetrika, është edhe me rreziqet e veta. Linja edhe më e thjesht normale mund të komplikohet deri pa kufi. Do të thonë me gjakosjet mëdha, me gjitha ato. Po, për fat mirë i kemi te kalu, nuk kemi pa ndonjë problem të madh sa i përket profesionit, edhe pse jam gjatë 30 vite, thuja se jam gjatë si spital privat. Mjekësia, unë si një vajzë e rritur nga një ginekolog, di të them që është një nga lamit më të vështira, sepse ke të bësh me jetën e nënës dhe jetën e fëmijës, pastaj dhe është një përgjegjësi dhe shqetësimi dyfisht. Po mjekësia është si sporti, të bën gol në minutën e fundit, kështu që dikur nuk e di se si mund të shkojë një pacient realisht. Dallimi ndoshta në ginekologji dhe në obstetrik me lamit tjera, se te ne për linje vjen pacientja shëndetshme.
nuk është e smuar edhe nëse smuret pak ma vështirë përjetohet ajo. Në krahasim me lami tjera, për shembull, nëse ka përjetu infakt, mjeku e bën maksimumin, por nëse vjen të ajo jo e këndshme për mjekun e sen, pak ma letë përballohet se e kalon maksimumin, por s'ka mujt më. E dallimi kene është se të ne vje pacienti i shëndetshëm. E vërtet. Ne kemi bërë një sondazh këto ditët e fundit në Instagram për të pyetur në lidhje me bisedën që do kishim me një ginekolog se cila ishte pjesa që do donin të dinin më shumë pacientët dhe kemi bërë atë kuizin midis menstruacioneve, shtatzanisë dhe menopauzës. Dhe shtatzania dhe menopauza kanë qenë njësoj në përqindjet e sondazheve për cilat dëgjuesit kanë më shumë nevojë të dinë. Por do ta nis pak bisedën nga një informacion i përgjithshëm për sa i përket menstruacioneve. Cikli menstrual tek disa gra përjetohet me dhimbje, te disa të tjera jo. Te disa ka ndryshime shumë të mëdha të humorit, saqë pjesa tjetër që na rrethon, sidomos burrat, nuk arrin ta kuptojnë që një ditë gjendja e humorit e ndryshueshme nuk është asgjë tjetër veç se cikli menstrual. Çfarë këshilloni ju që të bëjnë këto gra ose dhe vajzat adoleshente në një cikël menstrual që përjetohet pak më shumti me dhimbje? Është fakt, dhimbjet menstruale në shumë raste janë të padurueshme dhe janë me simptome enorme të mëdha. Shka është me rëndësi të këto raste të diagnostifikohet eventualisht nëse ka ndonjë ndryshim që shkakton dhimbjen më të shprehur, si për shembull endometrioza, nëse ka endometrioza, pse dhimbjet sidomos një ditë para ciklit edhe ditën e parë dytë janë dhimbjet jashtëzakonisht të mëdha. Nëse ka endometrioza, atë dihet çka duhet bërë intervenime e sendase, ose nëse ka ndonjë informacion sistik apo diçka. Edhe pozita e mitrës kur është e kthyme, ta them shqip këto mbrapsht, ditën e parë ciklit jep dhimbje pak më të mëdha. Normalisht në këtë periudhë shumica pacientëve marrin terapi kundër dhimbjes, edhe ta them e zbusin atë dhimbje se për të eliminuar është problem të eliminuar. Ajo që është, thash edhe në fillim më e rëndësishme, është të zbulohet problemi eventual nëse ka, edhe të eliminohet. Nëse nuk kemi ndonjë problem si endometrioza apo diçka tjetër, atëherë dhimbjet janë pak më të ndryshme dhe zakonisht një pjesë e madhe e vajzave të reja me cikël kanë probleme me dhimbje, sidomos deri në lindjen e parë të fëmisë, pastaj qetësohen pak dhimbjet. Ndryshimet hormonale bëjnë punën e ndryshimet e bojnë ato, e bojnë edhe ndryshimet hormonale edhe ndryshimet infekcionet edhe shumë shka. Ju përmendët që një nga shkaktarët e dhimbjes gjatë menstruacioneve është endometrioza. Për pacientët që po e dëgjojnë për herë të parë endometriozën, çfarë është? Si është sëmundje, është shfaqje e simptomave dhe çfarë riskësh ka nëse nuk trajtohet kjo endometrioza? Endometrioza është ajo gjakderdhje që paraqitet në kavitetin e mitrës, shpesh ndodh gjakosja të është edhe jashtë kufive të mitrës, në vezor apo në dikund, edhe aty kur vjen cikli, përveç që gjakos në mitrë, gjakos edhe në atë pjesë e jashtë mitrës. Ato japin dhimbje enorme të mëdha japin, sidomos varësisht ku lokalizohen. Mund të lokalizohen edhe dikund afër ndonjë nervi apo diçka dhe ato japin jashtëzakonisht astë. Në ato raste veç operativa është që e zgjidh problemin pak ma definitive, me thonë. A janë dhimbjet, doktor, një indikator që tregojnë se cikli menstrual ka probleme apo ka dhe indikator të tjerë që na bëjnë të mendojmë që cikli menstrual nuk është normal? Cikli menstrual mundet me qenë edhe plotësisht normal edhe të ketë pacienti dhimbje. Nëse është retroverzion mitra e kthyer, ajo jep pak dhimbje, patjetër, edhe nëse nuk ka simptome tjetra, endometrioze, këto gjërat që i përmendëm, edhe dhimbja është një simptom i padefinuar.
nuk ka parametrat matet sa është dhimbja, ajo është individuale. Ndonjë, ta them kushtimisht, pacient e përjeton shumë me vështërsi, ndonjë pacient ma lehtë e përballon edhe atë dhimbje menstruale. A është e zakonshme që ju të keni pacient në moshën e adoleshencës për të ardhur për kontrolla normale ginekologjike? Si ka ndryshuar ky raport me vitin përpara? Kemi ndërgjegjësi më të madh doktor vitet e fundit? Është po jo ende aq sa duhet. Jo ende aq sa duhet, po është dukshëm nëse krahasojmë me para 15 apo 20 viteve, është dukshëm më i madh tash. Dukshëm më i madh është. Nga sa kam lexuar kohët e fundit në raportet mjekësore të guidelines-ave europian, dhe ajo çfarë dhe ne shohim realisht në përditshmëri, cikli menstrual ka pas një moshë mesatare më përpara tek 13-16 vjeç dhe vitet e fundit ka shkuar në 9 deri në 14 vjeç. Do thotë, cila është pikpamja juaj lidhur me këtë, çka ka ndryshuar? Kualiteti i jetës e ka ndryshuar edhe siç e ka shtyr menopauzën. Menopauza ka qenë me 40 vjeçare, 42 vjeçare, tash është edhe 48-50 vjeçare. Edhe cikli menstrual për shkak përmirësimit të kualitetit të jetës edhe shumë faktorëve tjerë, paraqitet moshë shumë më të re. Normalisht nuk është njëjtë me përjetu dhimbjen një vajzë që ka 9 vjet, njëjtë se një vajzë që është 16 vjeçare. Po, praktikisht është akoma fëmijë, por edhe ajo pak shtash janë ato dhimbjet më të shprehuna, mu për atë. Mirë, po ajo është me zgjatin e jetës përgjithshme, vinë shprehje edhe këto ndryshimet në moshë, edhe për menopauzë, edhe për cikël menstrual. A do ta rekomandoni që ju magnezin si mineral të mirë për muskulaturën e mitrës në dhimbjet menstruale para se të kalojmë te një analgjetik? Nëse nuk kemi faktor tjerë që shkakton dhimbjen, si thash, endometrioza, nëse dhimbjet janë normale, nëse është dhimbja me të ciklin menstrual normal, atëherë preferohet magnezium më marë, se efekte anësore nuk ka, mos ta them zero, shtash ndikon pozitivisht të çdo pacient edhe ajo është diskutabile. Te dikush ndikon ma pak, te dikush ma shumë. Po dhe është ajo pjesa e ul simptomin e është edhe pjesa e ciklit që duhet marrë disa ditë më përpara. Kush e di pak a shumë që përjeton dhimbje, se tani nuk po flasi grua, nuk po flasi farmaciste, fillon 3 deri në 5 ditë më përpara që ta marrë magnezin dhe vazhdon gjatë gjithë ciklit menstrual. Te vajzat, vetëm ta theksoj, te vajzat 9 deri në 18 vjeç, doza ditore është okay nga 200 deri në 300-350 mg në ditë. Një nga problemet sociale sot që më shumë po vjet re doktor është mungesa e të pasurit të fëmijëve. Pra dëshira është e madhe për të pasur fëmijë në disa çifte, por nuk arrin dot. Ju përmendët endometriozën më përpara si një faktor të rëndësishëm që duhet ta trajtojmë. A është endometrioza një faktor që mund të çojë në probleme me fertilitetin? Po. Është moston ndër faktorët, llogaritet faktorët relativisht të mëdhej që shkaktojnë infertilitetin. Nëse lokalizohet çaja vatra endometritike në jashtë mitrës, në kanalet e mitrës, atë në shumicën e raste vjet të mbyllja e tubave të mitrës, edhe është e pamundën të arrihet te shtatzania me procedurë normale, po flas. Se nëse mbyllen kanalet për shkak endometriozës, atëherë kontakti i spermatozoidit me qelizën vezë është i pamundën. Shpesh ndodhe endometrioza mund lokalizu edhe në kanalet mitrës, kanalet ku bëhet bashkimi. Para se të kaloj pastaj pak më thellësisht te pjesa e fertilitetit, është një pjesë që na prekun, po flas tani edhe në pozitat e një nëne të re. Një grua ka një orë biologjike dhe një orë të karrierës, sepse gjitha këto po diskutohen sot në çdo vend, e prandaj jemi sot këtu. Nga pikpamja juaj dhe nga pikpamja shkencore, ka një orë biologjike të bërit të nën për gratë? Ka, ta them kushtimisht, shtash preferohet një moshë nga mosha 25 deri në 38 vjeçare, kur është ajo mosha më e mirë. Mbi moshën 38 vjeçare, si pikë e parë, mundësia e lindjes fëmijëve me defekte kromozomale është relativisht më e madhe. Mundësia e lindjes me defekte e fëmijës është pak më e madhe. Ashtu që kjo moshë 25 deri në 38
vjet llogaritet si moshë e preferuar. Edhe mosha para 25 vjeçares pak është ma diskutabile, ma e rëndë të bëhet nëse obligime të ka bëjmë çështje sociale. Çështja si, edhe nuk preferohet mosha mbi 38 vjeçare. Mbi 38 vjeçare, gjasat për lindjen e fëmijëve me defekte kromozomale është më e madhe, edhe shtazanin pjesa dërmuese atë me sidomos me moshë mbi 40 vjeçare e kanë me probleme tensionit të rritun. Te gruaja, pra gruaja që edhe shkakton edhe mund të shkaktojë edhe vdekjen e frytit intrauterin edhe probleme shëndetin e përgjithshëm të gruas, tensioni është me rreziqe të ndryshme. Nëse një çift i ri i sapo martuar ose jo, kjo është çështje zgjedhjesh pastaj, dëshiron të bëhet me fëmijë. Çfarë masash duhet të marri ndërkohë që është duke u përgatitur, duke planifikuar një fëmijë në përditshmëri, te pjesa e ushqimeve, te pjesa e shtesave ushqimore, ndoshta, cili është rekomandimi juaj, çfarë duhet bëjë një çift i ri? Zakonisht normal ushqimi kvalitativ, ushqimi me sa më shumë pemë perime është ndihmës për gjithçka, edhe për shëndetin e gjithëmbashëm. Zakonisht preferohet spaku 1 muaj para planifikimit të shtatzanisë të bëhen analizat e strishove, se nëse është ndonjë infekcion eventualisht prezent aty, edhe nëse mbetet shtatzane, rreziku për abort është më i madh. Ashtu që preferohet të bëhen strishot, edhe pastaj planifikohet. Nëse strishot për shembull dalin në rregull pa ndonjë infekcion në brendësi të mitës dhe vaginës, atëherë planifikohet shtatzania normale. Gjëja më e mirë e mundshme është që të bëhet një kontroll, domethënë ose çifti ta vizitojë ginekologun dhe aty të fillojë një planifikim se si duhet bërë realisht dhe pastaj ju e udhëzoni për gjithë këto analizat që duhet bëjnë. Po nëse një çift i ri ose një grua do të bëjë fëmijë dhe fillon të përdori acid folik vetë, sa kohë më përpara duhet të fillojë? Një muaj më herët mjafton, nuk është asnjë se sidomos çifti gruaja që përdor pemë edhe perime të lloj-llojshme, të cilat për fat mirë sot nuk i kemi vetë gjatë muajve të verës, po i kemi ta them 12 muaj të vitit kemi pemë perime, ashtu që edhe nëse nuk përdor acid folik nuk është diçka diskutabile dhe problematike. Nëse përdor pemë perime të llojeve të ndryshme. Një nga masa të paktën nëse nuk kanë arritur të shkojnë te ginekologu, unë ta rekomandoja si farmaciste të paktën. Po, acidi folik patjetër se kundërindikacione nuk ka, zero kundërindikacione ka, domethënë ndihmon edhe fuqinë e nanës të është më përgatitur për disponibil trupin e gruas. Edhe te beba ndikon për shembull acidi folik në zhvillim e sent. Ajo po, patjetër. Doktor, impakti social që ka fertiliteti është shumë i madh dhe realisht në 99% të rasteve ne si shoqëri po e fuzë veten aty, ne fajsojmë gruan. Por realisht ka dalë që nuk është vetëm fajtore ose shkaktar i fertilitetit gruaja. Duhet trajtuar në çift apo si duhet të bëjmë që të bëjmë një punë të mirë? Çfarë duhet të bëjmë? Në shoqërinë tonë më hershme pozita dominuese e mashkullit ka qenë më e madhe dhe mashkulli nuk është i smut, kushtimisht me thojza, nuk ka problemet gjithmonë është akuzu, në thojza të thëmë gruaja u është akazu, po në fakt me ulumtimet që më botnore, nuk po flasë për Kosovë, Shqipëri, po botnore, përqindja e problemeve nëse mirët me përqindje, 20% problemi është të një grua, 20% është të burri dhe 20% është kur të 2 nga pak është të problemi. Kjo është statistikë zyrtare botnore. Pra, probabiliteti është 50% 50%. Ajo është kjo një mboh ulumtime, po është për fatkeq po më herët vetëm gruaja. Edhe sot e kemi problemin kur t'i thojmë një çiftit që vjen mu konsultu edhe i thonë që duhet bëhet analiza sperons ta shohim si është. Jo, unë mirë jam jo. Jo, duhet dokument kesh. Mirë, ti mund të jesh mirë me shëndet.
ajo problema i vogël, po shka nëse ki probleme me sperme, se ajo është diçka tjetër. Pak mashkujt i ikin pak. Është një çështje e kulturës tonë, ndoshta që duhet ta ndryshojmë pak. Është statistikat janë botnore janë këto që janë, ashtu që nuk kemi, kemi infertilitet mashkullor edhe infertilitet femror, që është pozita të njëjtë. Zakonisht tek rastet e infertilitetit, kush janë shkaktarët kryesorë, doktor, që vjen re vitet e fundit? A është stresi që është kudo realisht impakti? Në shumicën e rasteve infeksionet janë infeksionet e pamjekuara. Pamjekuara janë shkaktarë të mëdhenj të infertilitetit, apendiciti, sidomos apendiciti nëse vjen të shpërthimi atë apendicitit, ai shkakton probleme në mbylljen e tubave dhe infertiliteti është shumë më i shprehur. Ashtë edhe infeksionet për shembull vaginale që nuk mjekohen, po ta them kushtimisht nënçmohen, edhe ato shkaktojnë mbylljen e tubave në shumicën e rasteve. Te mashkujt problemi është mund të jetë gjenetik, normal probleme gjenetike, mund të jenë zhërimi i venave përgjithshme që shkakton varikocela, edhe po ajo me operacione rregullohet, edhe probleme tjera infektive që paraqiten te mashkujt, ose lëndimet eventuale apo diçka. Kur është momenti që një çift duhet të kërkojë ndihmë për fertilitetin? Pas sa kohë që kanë tentuar të bëjnë fëmijë? Zakonisht preferohet pas një viti. Pas një viti që kam planifikuar dhe kam pravu shtatzaninë eventuale. Që kam marrëdhënie të rregullta, kam pas një jetë normale. Nëse brenda një viti nuk është ardhur te shtatzania, normalisht pika parë propozohet spermogrami i bashortit. Se te mashkulli është, nëse spermogrami është në rregull, atëherë kemi eliminu 50% problemit. Po, pra një nga testet vlerësuese është spermogrami. Spermogrami për shembull që është një analizë thjesht, bëhet edhe në aspektin e kostos, edhe në aspektin kështu nuk është një analizë, se bëhet është mirë, atër orientohemi tek 50% 50% tjetër, edhe aty pastaj përcillet folikulet, a ka qeliza, s'ka qeliza, forma mitrës, është forma mitrës normale apo jo, eventualisht nëse ato ke gjitha shifën që mirë janë, ka folikuj të mirë, atër preferohet eventualisht të bëhet hysterosalpingografia, që do të shikohen kanalet e mitrës, a janë të hapën apo jo. Unë e përmenda edhe më përpara që kjo ka shumë impakt social dhe psikologjik, sidomos tek vetë çifti, sepse ne jetojmë në një shoqëri ku nëse një vajzë, po drejtojmë te vajzat, sepse aty fillon e gjithë historia. Një vajzë është akoma në karrierë pa martuar, pyetja e parë që bëjnë është kur do martohesh? Kur martohet, kur do bësh fëmijë? Kur bëj fëmijën e parë, kur do bësh të dytin? Është një çështje që ne e bëjmë pak si të them, obligative dhe ndërhyjmë në këto gjëra pa dashur. Është ndoshta nga dashamirësia, nga dashuria që kemi për të afërmit, ndërhyjmë por harrojmë që mund t'i lëndojmë. Si përballen këto çiftet e reja me gjithë presion social, psikologjik, doktor? I gjejnë mbështetje te njëri tjetri, kërkojnë ndihmë të jashtme, si funksionon? Kam fillu të përmirësohet edhe në këtë drejtim, në krahasim me çka qenë dukshëm është përmirësu, edhe vedia e pacientës eventuale e cila nuk planifikon shtatzani, është e nivelit jo tult. Domethënë edhe ajo e dhe planifikon për shembull se jeta u bë me ngarkesa, me probleme, me gjëra për shembull nëse nuk e krijon ti një karrierë tonë në moshën për shembull 30 që jeti, pastaj është shumë problem ti bësh fëmijë e pastaj karrierë me bë, është e pamundën. Ashtu, mirë po e përjetojnë ma lehtë. Për shembull edhe në perëndim edhe shtash kam fillu edhe ato që planifikojnë një martesë më të vonshme apo diçka, pirujnë qelizat, po bëjnë rujtjen. Apo funksionon, doktor? Po funksionon, bëjnë rujtjen e qelizave, pastaj në të ardhmen kur planifikojnë martesa, nëse nuk arrihet martesa për shkak moshës që e ka mbë kvaliteti qelizave, atër provojnë me qeliza që i ka të rujtëna bota. Domethënë,
nuk mbyllën gjitha rrugët në këtë drejtim, do me thonë, shtash kemi shumë mundësit janë shumë atë mëdha. Normalisht nuk është njëjtë si me arrit shtatzania me procedurë normale, si procedurë me rujtje, po do me thonë ekzistojnë edhe ato rrugë. Nëse supozojmë që diçka ka shkuar mirë dhe jemi në fillim të një shtatzanie. Një grua e re që sapo ka marrëveshje do bëhet nën. Cilat janë kontrollet e parë që duhet të bëjë te ginekologu dhe sa të shpeshta duhet të jenë kontrollat ginekologjike pastaj që ta kemi në duar të sigurta procesin? Zakonisht kontrolla parë ginekologjike preferohet dikun ka java 6-7 e shtatzanisë, kur fillon embrioni edhe kur fillojnë aksionet e zemrës. Në javën e 6-7 fillon të punoj zemra e bebit, edhe shifat që zemra është mirë, atër jipet fillohet me acid folik, si vitamin, nëse është në rregull pa do një simptom problemeve eventuale, vetëm acid folik i iket barnave tjera. Kontrollet zakonisht bëhen minimum 5-6 javë, jo më herët. Flas te shtatzania që është normale. Po. Normalisht nuk preferosh shtatzanie kontrolla më të shpeshta se 5 javë. 5 javë, 6 javë, normalisht javën e 20 është e kontrolla më e detaljume, ku shifat më detajisht fryti, mos ka probleme eventuale apo diçka, përndryshe këto tjerët janë kontrolla rutinore akushërike. Në momentin që shtatzania ka shkuar mirë dhe vjen momenti që të marrë vendimin gruaja për mënyrën se si do të lindë. Sot janë krijuar gjitha kushtet e mundshme që ne të preferojmë ose një lindje natyrale ose një lindje cesariane, e thënë ndryshe lindjen me operacion. Ju si mjek me përvojë mbi 30 vjeçare, kur një nënë e re vjen dhe thotë kam vendosur ose dua mendimin tuaj se si ta çoj këtë proces deri në fund, çfarë rekomandoni ju? Ta them drejtën, e dinë edhe shumica pacientëve nganjëherë vijnë edhe në konfrontim me ta, jo mirëtari lindjeve natyrale. Shpesh bile pacientave thëm a e kupton dallimin mes diçka natyrale dhe kjo s'po thot për cesarianën, s'po thot natyrale, cesarian, operacion. Domethënë është një dallim, natyralja dominon nasi. Po për fat keq është rrit numri lindjeve me prerje cesariane për shkak nuk dua trauma, nuk dua ato shumica pacientë. Për zgjedhje të nënave, pra me dëshirë po zgjedhin që të nëna po zgjedh me dëshirë që të bëjë një lindje cesariane. Po cili është dizavantazhi doktor i një lindje cesariane? Dizavantazhi është prerja, domethënë është te rekuperimi, te procesi rekuperimi. Rekuperimi në shumicën e rasteve shkon shpejt, po operacion është. Mundësia për infekcion post-operativ është më e madhe, lëkura dëmtohet, muskujt prehen, mitra prehen, domethënë në gjisht nëse e dëmton, ai shenja të mbetet tani jetën, nuk ka, domethënë i ka ato mungesat e veta, tjetër është kur është patjetër prerja cesariane, për shembull edhe mjeku e propozon dush prerja cesariane, nëse një fëmijë është 4-5 kg ose diçka. Është e pamundur që të bëhet lindje natyrale. Me ik rrezikut lëndimit bebes atë të bëhet me prerje cesariane. Po jo, për shembull të ka pacienta shumë për fat keq e them që jo unë nuk du të provoj lindje normale as pak, du direkt atë. Për frikës së dhimbjeve? Po frikës së dhimbjeve, edhe pse për shembull sot ka edhe metoda, po. Metoda që bllokohet dhimbja dhe nuk ka doni dhimbje, po shpesh pacientët thonë, po shtash bëre bllokadën këto, bëre njëjtë pjesi operacion. Po marr shkas nga bllokuesit e dhimbjes, po e flasim në gjuhën e popullit këtë pjesë. A kanë këta efekte anësore më vonë doktor bllokuesit e dhimbjeve te gruaja, te gjendja fizike e saj në plan afatgjat? Te linja normale, po. Po, te linja normale nëse marrim një bllokues të dhimbjes. Jo, nuk ka normalisht vetmja dhimbje në shëndetësi e them që ku fiton ti diçka është lindja. Se fiton diçka, e fiton titullin nan edhe e keni fëmijë tashëm. Domethënë fitimi e diçka, edhe për shembull në çdo dhimbje tjetër si mjek na japi terapi me ndal dhimbjen. Për shembull, e dhimbja te linja normale është
fiziologjike. Kur një çift i ri bëhet merr vesh lajmin që do të bëhen prindër, këtu pastaj fillon edhe një diskutim tjetër, që të paktën unë dhe kolegët e mi e shohim në gjithë pjesën e pacientëve që na vinë dhe që na kontaktojnë. Përcaktimi i gjinisë, ose më mirë të themi, a janë kurioz prindit e rinj të dinë gjininë e fëmijës dhe kjo vjen nga një çështje kulturore e jona, apo ka motive të tjera, ose ata që nuk zgjedhin ta dinë gjinin, a keni ju rast që një pjesë e madhe, sidomos kohët fundit, kanë dëshirë ta dinë gjinin, po të një pjesë e madhe nuk ndikon a dohet çon apo vajzë. Është zvoglu dukshëm ajo që ka qenë para ca viteve, për shembull, patjetër duhet një çon ta kesh jo veç vajza, sot është zvoglu dukshëm ajo. Po ka prap për shembull që ka pacienta për shembull ka 2 apo 3 vajza, thotë jam gjendje ku me di çka veç ta kom një çon. Do të thotë mjeku tani duhet të gjejë formula si të bëjmë djalë. Si të bëjmë djalë. Unë shpesh e them, pse po më pyet si ta bëj një djalë sen, unë ti tregoj minimum 4-5 mjek në Kosovë me emra, ti tregoj që i kanë ka 3 vajza, 4 vajza, edhe s'ka bo zgjidhje, është i kënaqur me ato që i ka. Fëmia është durat në momentin që planifikohet, edhe me rëndësi është që fëmia të jetë i shëndetshëm kur vjen në jetë. Ajo është në rend, po. Edhe kjo është kryesorja. Në këtë koncept, kur vjen një çift dhe do të marrë vesh gjininë e fëmijës, kush i dhënohet më shumë, gruaja apo burri kur e merr vesh që nuk është djalë? Burri, gruaja jo më pa, ose nuk e shpreh. Nuk e shpreh. Ndoshta edhe se shpreh. Burri nëse është vajzë pak e komandje ma ftohtë e merr ato, ma ftohtë. Sidomos kur është shtazania 2 apo 3 sen. Po, a mund të bëjmë ne diçka si profesionist shëndetësor në këtë pikpamje për t'i edukuar, doktor? Kjo bisedë që ne po bëjmë sot, besoj që është edukative, por çdo stres, çdo traumë që e përjeton nëna anshme ndikon edhe te bebi, se edhe bebi traumatizohet. Se është në trupin e qasaj nane, do me thonë në shtatzënja duhet të ketë një jetë sa ma të qetë, sa ma pak trauma, se do ta ketë edhe pak një traumë kur të linde, sa do kudo të vogël do ta ketë, asi edhe ashtu është me një ngarkesë të madhe, si do të linde, a do ta linde fëmijën mirë, si do të jetë fëmija, do të ketë probleme shëndetësore, është ngarkesë e madhe për nanën, është ngarkesë e madhe, shtash se në fundit në trupin e saj zhvillohet ai fëmijë. Prandaj duhet jemi të kujdesshëm që t'ja tolerojmë çfarëdo lloj gjëje një gruaje shtatzan që na dëgjon ose që na rrethon. Tek e përgatisni ju si ginekolog për periudhën e gjithëdhënies pak a shumë në cilat janë këshillat që do jepni? Unë shpesh i thojmë se zavetëm qumshtit nanës nuk ekziston. Ka përparu teknologjia përgjeshme, aqë shumë që mirë pas përafërsisht qumshtin e nanës sune zavendësojnë. Është realitet, nuk e thomë, po është realitet se një fëmijë që e merr qumshtin e nanës ma pak smuhet, është shumë ma i fort edhe në smundjet që mund paraqiten, edhe për imunitetin ma të fort e ka. Ashtu që mendimi jem minimum nëse mundet një vit pa marrë parasysh edhe nëse ka sasi të vogël qumshtit nanës, po rend parë njerë qumshtin e nanës, pastaj mund të shtohet diçka. Se shumica e fëmijëve qumshtin prej shisheve se ne marrin shumë ma letë se prej gjirit. Edhe tana i ikin gjirit. Ashtu që duhet pa marrë parasysh sasin sa ka pak qumshti gjirit, pastaj shtesa.
Plus sot ka dhe shtesa ushqimore ose bimore me përmbajtje të finokut edhe gjëra të këtij tipi që e rrisin cilësinë dhe sasinë e gjirit. Po unë dua të di doktor, a kanë nëna që zgjedhin vetë të mos ushqejnë me gjë për çështje estetike të ma pak, numri më i vogël është, Kjo do të ishte shqetësuese. Numri është shumë i vogël që nuk preferojnë gjëdhanjen, shumë pak kanë ato probleme që kanë sasi të vogël e sende. Po, ajo kur është e pamjaftueshme sasia e gjirit është problem me vete. Është numri dukshëm i vogël, Gjithënia në plan afatgjat ka përfitime jo vetëm për fëmijën, sepse rrit imunitetin, por ka edhe përfitime për nënën. Mund na tregoni ndonjë përfitim që ka në plan afatgjat? Edhe fëmija edhe nana emocionalisht lidhen shumë ma shumë në mes veti nëse nana është gjëdhënëse. Është emocionalisht, si pikë e parë, emocionalisht përveç atime që tash imunitetit e çdo sen tjetër edhe mbrojtjes nga smundjeve sen edhe gjëdhënjat e nana krijon një farë sigurie dhe di që është të ndihmu një fëmijës vetë, si pse që kështë është shumë ma letë. Dëm, asgjë zbat, asgjë. Ka dhe disa studime që thonë që ka gjithënia në planin afatgjat tek një grua ndikon mirë për faktin se ul shumë riskun për të pasur tumore të gjirit. Se ato hormonet ndryshojnë, gjatë gjithënia hormonet janë asine ndryshe, edhe paraqitja e smundjeve kancerogjene edhe në gjie edhe ato është shumë ma i vogël, Para se të kaloj tek menopauza, që është realisht edhe një problem vete, mund të na tregoni doktor diçka lidhur me vezoret policistike që pacientët janë duke na dëgjuar që çfarë si mund të manifestohen simptomat, çfarë mund të bëjmë për t'i trajtuar dhe çfarë impakti do të kishte në jetën e një gruaje nëse nuk është trajtuar? Vezoret policistike ta them pak në gjuhën pak ma popullore çka është për ta kuptuar shumica e popullatës. Janë një paciente e cila ka shumë folikuj, të cilat pastaj kur ka shumë nuk mund të rriten njëna tjetër, nuk vjen të rritja folikule për shtanzanie eventuale asë. Edhe vjen të çrregullimi i hormoneve. Shumica pacientëve me vezor policistik kanë mungesë ciklit ka 2 muaj, 3 muaj, asë pse mungojnë disa hormone, edhe disa hormone shtohen, disa hormone mashkullore zakonisht shtohen. Androstendioni shtohet për vezor policistik. Edhe për atë edhe paraqiten të një pjesë e madhe pacientëve paraqiten qimet, sidomos në pjesën e mjekrës, paraqiten qimet për shkak hormonit mashkullor që dominon, edhe rreth gjive paraqitet qime më shpeshta, që ato pastaj mjekohen, nuk është ndonjë problem, po mjekohen. Vezor policistik janë edhe faktor të infertilitetit, mos mundjes mbetës salzane letë. Ato rregullohen zakonisht me stimulime, me injekcione, me barna, përshën stimulohen që rriten qelizet, edhe arrihet shtanzania, nuk është ndonjë problem i madh. Zakonisht pacientët që kanë vezor policistik janë pak më nervos. Janë pa më të shqetësuar, janë pak asë edhe reagojnë pak më tepër. Po, për fat mirë ekzistojnë metodat edhe me barna edhe me stik që rregullohen këto vezor policistik. Nuk është ndonjë problem, është simptom i lindë, nuk është që është smua se është bërë ma vonë, jo. Por që nëse trajtohet në kohë, apo si ndodh, ne mund ta shmangim atë rrifën e infertilitetit. Nuk ka probleme. Doktor, në shumicën e pacientëve që ne kemi përgjithsisht në barinatore të gratë që kanë kaluar ciklin menstrual dhe nuk kanë më zyrtarisht, edhe pa e kuptuar ndonjëherë, sepse ato që kanë simptoma e kuptojnë, kanë hyrë në menopauzë dhe aty bëhen një nga gabimet më të mëdha që bëjnë gratë, i stopojnë kontrollat tek ginekologu. Çfarë duhet të di më shumë për menopauzën që të mos e neglizhojmë? Menopauza është, ta them, proces fiziologjik që paraqitet te çdo grua. Shtash paraqitet te dikush moshën më të hershme, te dikush moshën. Shtash dikun mosha mesatare momentalisht është dikun te 48 vjeçaret. Edhe pse na kemi edhe
menopauzë parakohshme. Ajo që quhet paramenopauzë. Jo, menopauzë edhe mosha 20 vjeçare. Okay. Ekziston Mendova si në smundje. pjesën te 40-45 vjeç. Jo, ajo perimenopauza është zgjat 1 vit, 2 vjet, ajo diçka. Po ekziston menopauzë e parakohshme. E parakohshme kur them, domethënë mund paraqitet edhe mosha 25 vjeçare. Na tregoni pak më gjatë për këtë doktor, çfarë ndodh në këtë rast? Fuqia e ovareve është më e vogël edhe me mosh, për shembull, ovaret nëse nuk funksionojnë për shembull 20 vite, 25 vite, po funksionojnë veç 10 vite, të llogarit pi moshës 15 vjeçare deri 25 vjeçare, harxhohen folikujt edhe nuk prodhon trupi qeliza, atëherë vjet e menopauza e parakohshme. Ase është simptom i rrallë, po ekziston, domethënë, si simptom i rrallë. Ato duhen të na deri një moshë shumë caktuar të marrin terapi se vjet e lëndimi i jeshnave, se vjet e dobësimi i jeshnave, domethënë janë ma nervoz shumë, domethënë reagojnë vërosh shumë pa gjumësi kanë te menopauza, kanë dridhje duarve, domethënë kanë simptome vetë fakti për shembull te menopauza me kohë që është te mosha 48, 49 vjeçare, 50 vjeçare. Për shembull, në momentin kur fillojnë problemet si pagjumësia, dridhja e duarve ose djersitje dhe ato, pacienta duhet lajmërohet te mjeku. Të bëhet analiza për shembull, edhe analiza antimilerian hormonash, ama që të shifet a është diçka momentale apo menopauza po I ka shkaktuar. Mirë, po pacientët me moshë ma të vjetër, pak ikin pak ginekologët, pak kambet ajo. Po, këtë barrierë dua ta thyejmë sepse pikërisht aty fillojnë edhe shumë sëmundje të tjera që lidhen nga menopauza. Jo, dikush e përjeton shumë lehtë, ka raste për shembull menopauzë dhe ka bërë vetvrasje prej ngarkesës psiqike. Po, e vërtet. Ajo domethënë ashtu që edhe mjekimi për shembull sot ka barnam edhe natyrale. Po, ka shtesa ushqimore, po. Ka ushqimore që merr me barna 3 muaj, 5 muaj, s'është me rëndësi sa, që dam s'bojnë asgjë, mirë po e qetësojnë gjendjen se ato paciente qetësojnë edhe më nervoze, kanë simptomet ndryshme aty. Në momentin që ka përfunduar një cikël menstrual dhe zyrtarisht gruaja është në menopauzë, sa shpesh do t'i bëj kontrolla ginekologjike tek mjeku ginekolog? 6 muaj deri në 1 vit bile spaku. Spaku patjetër duhet të me papatesë çdo vit. Papatesën çdo vit patjetër duhet bërë. Unë doktor jam pak tek pjesët natyrale. Ju përmendët ishit për lindjet natyrale në fushën tuaj, unë në fushën time të farmaceutikës jam për të përdorur produkte natyrale dhe mineralet sidomos që janë të rëndësishme. Ato që janë magnezin do ta rekomandoja si zgjedhje të parë të simptomat e menopauzës. Pastaj duke parë ecurinë e saj dhe nëse magnezi nuk ka funksionuar ashtu siç duhet, gjithmonë i marrin kombinim vitamin D me kalciumin, të kalojmë pastaj në shtesa të tjera ushqimore. Unë për shembull edhe në shtatzani kalciumi, kur ka probleme në shtatzane me eventualisht me kalcium, e preferoj më me knasi, thonë merr qumsht me kalcium, ka qumsht që ka më rëndësi veti kalcium, ose natyrale, sa do kudo, pse jo? Për shembull, edhe pse kalciumi e magneziumi nuk kanë efekte anësore, fare. Se këto produktet shtash natyrale që po prodhohen, normal i kanë efektet jashtëzakonisht më të mira, më të mëdha. Ne diskutuam shumë gjëra sot, doktor, por diçka kisha harruar dhe tani më ra ndërmend. Për sa i përket pjesës së parandalimit të infeksioneve të ndryshme ginekologjike, a është higjiena e mirë ose higjiena kryesore gjatë ciklit menstrual një faktor i rëndësishëm për të parandaluar infeksionet? Që mundësia infeksioneve të çdo femër është më e madhe, sidomos kur është cikli menstrual. Se kur është cikli menstrual bie pak forca mbrojtëse çdo femre. Ashtu që mundësia për infeksione është më e madhe, duhet mbrojt. Edhe ndryshimet normal, ndryshimet tjera, përdorimi i mbrojtësve të lloj-llojshëm, asi edhe ajo shkakton infeksionin.
Përdorimi apo mos Përdorimi i mbrojtëseve jo kualitativ. Okej, kontraceptivët që përdoren dhe që nuk janë kualitativ mund të jenë një faktor. Faktor mundën me qenë, po. Se jo, ata që janë, për shembull, që janë me vërtet kontraceptiv plot kuptimin e fjalës edhe në kvalitet të sen, ata veç kanë ndihmojnë. Po, ndikojnë kontraceptivët oral ndonjëherë në çrregullime të ciklit menstrual, doktor? Kontraceptivët oral? Ja, Okej. ja. Duhet të merren patjetër me rekomandim të ginekologut dhe në konsult me ginekologun. Shtash për fat mirë kanë dalë kontraceptiv mahash që kanë qenë marrë, kanë shtu pak peshën e pacientit. Kanë shtuar apetitin, po. Shtash ka kontraceptiv që minimalisht e shtojnë peshën. Domethënë, edhe ajo është një avantazh për përdorim që për shembull afat gjatë. Mirë, po edhe kontraceptiv propozohem është mirë për shembull të përdoren një vit pa ndërprerje, mirë, po pastaj 1 muaj, 2 muaj pauzë, pastaj prapë të përdoren. Edhe ajo. Po, këshillat tuaja sot ishin shumë të vlefshme. Në përmbyllje të kësaj bisede, doktor, unë ju falenderoj për informacionet dhe për bisedën që bëm. Duke ju lënë takim në episodin e radhës, sot unë dua ta mbyll këtë episod me një shprehje dedikuar grave. Për ty që po na dëgjon tani, kujdesu për vete, bëj kontrolla të rregullta, shëndeti jot nuk është luks, po është një nevojë. Paçi shëndet.